Mbrëmja muzikore e mbajtur këtë fundjavë në teatrin Andonza Koçajupi solli një udhëtim të vërtet emocional për publikun ardashës korçar. Koncerti udhëtim përmes tingujve, organizuar nga Bashkia Korç dhe Qendra e Artit dhe Kulturës, u zhvillua në një sallë të mbushur plot, ku muzika klasike mori jetë përmes interpretimit të artistëve të njohur. Programi përfshiu vepra të kompozitorëve të mëdhenj si Bach, Rossini dhe Papa Dimitri, ndërsa interpretimi i tyre u mirëprit me duartrokitje të gjata nga publiku. Në fakt është koncerti i dytë që ne zhvillojmë me kolegët të shkollës së Tashko, por këtë radhë në formacionin e kuartetit. Normalisht është zhanri më i vështirë në interpretim një kuartet, sepse secili luan pjesën e tij solistike, duhet koordinohet me pjesën tjetër të grupit, duhet përjetohet emocioni, bashkarisht duhet të ndjekësh në çdo sekondë si është duke interpretuar kolegu dhe besoj që shkojnë mirë. Shumë emocionuar, shumë kënaqësi të performoja përsëri për publikun korçar. Uroj që të shihemi në koncerte të tjera. Si lindi ideja të bëshit bashkë, keni koleg, miqësi dhe u mblodhem për të realizuar këtë koncert. Veprat e mia ishte një solo Bach, një preludium i shkruar për cembalo dhe organo, i përshtatur për piano nga unë. Dhe vepra e dytë ishte nga një kompozitor i on, Jani Papa Dimitri, që shijuam goxha në skenda, ndërsa pjesa tjetër e kuartetit ishte nga dy kuartete nga Rossini. Koncerti erdhi si një tjetër dëshmi e angazhimit të Bashkisë Korç për promovimin e artit dhe kulturës, duke sjellë në skenë artistë të përzgjedhur dhe një program të niveleve të larta artistike.